neoliberalizmi është sistemi më i tmerrshëm që ka njohur njerëzimi, sepse unë po dëgjoj të tjerët po thonë 100 vjet kemi qenë në robëni. Ne nuk është që jemi 100 vjet në robëni, ne jemi 2200 vjet në robëni. Për rënjes perandorisë i lirë në atë kohë, ne pastaj 25 vjet kemi qenë të lirë sa ka sundu Skënderbeu. Të tjera të kohë të gjithë kemi qenë ose ndën romakët, ose ndën slavët, ose ndën bulgarët, ose nga pushtues të ndryshëm. Nga pushtues të ndryshëm, por në kontinuitet kemi qenë të pushtuar, por jo të robëruar. Por si duket kjo situatë ka që ronë në kësi situate, na ka ndrua dhe karakterin. Dhe tani jemi bo populli më i dërushëm, apo që banë më së shumë të këqia, duke shpresu që një ditë udhëheqësit tonë do të vedisohen dhe të mos abuzojnë me neve deri në këtë mos. Unë i thras popullin të ndërgjegjësohen, të vedisohen, sepse ata janë aty për neve, nuk jem na për ata, dhe të organizohen. Unë e thash në fillim që neoliberalizmi është sistemi më i tmerrshëm që ka njohur njerëzimi. Njerëzit akuzojnë komunizmin, e akuzojnë feudalizmin, e akuzojnë kapitalizmin, varësisht për njerëzit çfarë predispozitash shpirtërore kanë. Por unë mendoj që të gjithë të tjerët kanë qenë diqysh të përballueshëm, kurse ky është absolutisht i papërballueshëm. Sepse oligarkët në nivel botëror, në bashkëpunim me oligarkët e shteteve ku veprojnë, e kanë sjellë këtë sistem i cili e ka sjellë shtetin, gjithsesi pushtetin në pozitë inferiore para tyne, sepse oligarkët vendosin a do të rriten çmimet, a nuk do të rriten çmimet. Tani më cili do në të jenë kryeministri apo presidenti i shtetit është i pafuqishëm, sepse sistemi e krijon të pafuqishëm, sepse ata janë të varur prej bankave, prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, prej Bankës Botërore, kontratat me të cilët i kanë nënshkruar vetë, dhe këta nuk mund t'i kundërvihen atyne. Popullin tonë po e zën ky sistem shumë të papregaditëm, shumë të paorganizuar, dhe populli ynë ka më vujt. Ju po e shihni që njerëzit nuk po ikun nga Kosova për shkak të kushteve të mira, po ikun për shkak të kushteve të këqija dhe për shkak të humbjes së shpresës për një perspektivë